Shkollë, Në shkollë. në shkollë, ma herët, se na njihemi që 10 vite. Ja dhënë sigurinë mas pari, për me ja shpreh dhe vajzat dashurinë. Po se qojna kesh, nuk për lami, nuk qojna me nervoz gjë sen. Bashkëpunim mes veti, mirë kuptim, besim, tradhtia këto gjana të hekin besimin të një femër. Do të më mundu shumë që një femër më ka në sigurt në krahët e tu. Por mu surprizë, kur më ka ardhur për herë të parë atje. Po kena bashkëpunu me familjen e këtina, një muaj e gjysë e kena marrë sekret, pastaj kum shku në Finland, ky ka menduar që ka me marrë tjetër ka në aeroport, në fakt jo më kanë unë. Përshëndetje. Në ratë sy, i qift shumë simpatik, a një qift mas pare. Po të fejum jena. A fejum, sa po fejuar, a? Jo, që një vjetë. Që një vjetë. Pash, për mrekullia pash një qift në ratë në sy shumë. Faleminderit A shumë. bëgën që shenë një njëfto, këtë vajzën. Shkollë, Në shkollë. në shkollë, ma herët, se na njihemi që 10 vite. A, dhe vite. Me një kurs, kjo konë me një kurs ma herët e qështot. Një jetë ko gjatë hershme pas jo. Jena prej 12 vjetë. 12 vjetë. A më shë që farë të ashtënije. Qa me po? Po së Romeo më Julieta. Ashtë kështu. A ke nërgju për këta personazh. Po. A më dërgon, takimin e parë, ju, ku keni fillu, tani përveç se keni qenë shok, kështu, që ju kujtojnë? Vallaj, kjo mon men ma shumë. Gjithë. Kjo mon men ma Hajtë shumë. rrëma pak. Takimin e parë kena po se na jena të Prizrenit, në qytet, po. Sa mirë. Në qytet kemi dalë për herë të parë me shoqni. Me shoqni. Po. Se keni pas veçantë. Jo njerë veçantë, jo veç njerë kena dalë me shoqni, pastaj kena fillu Si veçantë. fmi, qysh dilshin ma Po, herët. me këtë shoqni në lidhur. Cili kja i pari që ja shprej dashnin. E i gjithë. Me ditë parë. Unë. Ti. Se çdo herë me shko të më konë iniciator. Pa e që ka me thonë? Folë bre? Ka zona pak. A duhet çdo herë ja shprej dashnin një moshkull një vajzë. Do të më ja dhënë sigurinë mas pari, për me ja shpreh dhe vajzat dashurinë. Po atë sigurin. Po. Ma ka thënë me ditën e parë. Me ditën e parë. Ane, a bedin që ma herët unë e kom lutë tash i kjo po më lutë mua. Nuk ka fort rrezik tash ti. A ti bëni tash a? Interesant. Vë ditë bashkë, më me tani ja? Po, qash 8 vite. 8. 8, shtu që njihemi. Cili ka qenë një moment shumë i bukur që ju ka ndodhur gjatë tyre 15 viteve. Bashkë. Kena shumë. Një që japë le. Çdo ditë kena momente të bukura na. Çdo ditë. Çdo moment. Çdo ditë. Çdo moment. Ka u bën veçantë çdo momente të bukura që i merr në një tjetër. Po se qojna kesh, nuk për lami, nuk qojna me nervoz gjë sen. Bashkëpunim mes veti, mirë kuptim, besim, këtë këto gjana. Po qenë se besimi nuk është ka humbur shumë kohë tonë të çiftet. Kur të ka besim i ki krejta. A dikush që s'ka besim njoni mos me pas besim, ajo s'o lidhje. Se veç problemet vjen. A do të thonë, ai ti pa xheloz kështu se. Ka çash? Kallzoj drejt unë jo. Jo, kjo është. Sa më shumë. Kjo është shumë. Zakonisht femra xheloz ka shumë. Ma tepër se Çka do të thotë më shumë? vjen Se jam i natyrshëm. bukur pak, unë e që thonë. Kje gjë. A do të atë kono shkoj diskoteka aty me shoqni? Kur e ki besimin jo, kur e din që nuk e bën një gjë, nuk të pengon. Shkoj diskoteka hiç? Do pse tash e ke unë? Ma shumë shkojnë edhe bashkë. Ma shumë shkojnë edhe bashkë, po shkoj. Sosh në ajsen pengesa, për një asë të unë asë të Po ala vetë për shkak të shkoj në diskotekë? A, jo. S'muj. Këto s'muj. Sa pëtin djemë të janë ma ndryshe, qikat janë ma ndryshe. E qëta është. Ajo që s'besoj. Po, Amo, kuptoj. Ç'është? Ç'është moshkull bën me shkoj në diskotekë vetë, një famë nuk bën me shoqëni për shembull. Po na shumë se koha çdo herë shkojna bashk. Po nëse ka dëshirë ai sa nuk janë dalë ato, se besimin e kam 100%. Edhe nuk më pengon kur i beson një personit. Po çaj. Çe keni fitu besimin. Po, po, Le që besimin e fitu. Let është shumë, nëse sillesh mirë është shumë let. Veç duhet me ditë me majt, me menaxhue, mos me bo senet këqia, me dalë prej besës, se prej senave të këqia dalish prej besimit dikujt. Kur e trajton keq, tradhtia këto gjana të hekin besimin të një femër. Do të më mundu shumë që një femër më ka në sigurt në krahët e tu. Ç'kjo është? Çaj bën një çift lumtur. Një çift lumtur, ç'kjo veç besimi, te femrat është vetëm besimi. Që aja besimin, sigurinë, ç'kjo është gjaja më e rëndësishme. Mi pyet pak këto për rrjetet sociale, telefonat, ai kontrollon një tjetrin kështu? Si ka qenë që ka zanot? Jo. Jo.
ka kontrolloni një tjetrin? Jo. S'na shkon mene, ç'kjo puna besimit. Po, Ç'kjo, kur t'ki besim, a mo tash ti ma ndryshe që jena të fejum, mo jena ta në kohën bashkë me një fjallë. Ma herët që jena konë fejum, prapë kena dalë, apo di shumë me shok, kjo me shoq. Tash jena me një fjallë 24/7 bashkë, çdo ditë. a ku po shkëtoni? Jo. Jo, se unë jam jashtë. A, je jashtë je. Jashtë jam unë. Pa keqe po t'ja. Distanca. Distanca. A ndërgon, sa të bërngosh kjo distanca që se ki ofër? Shumë. Momentet e distancës e ma të këqijat. Qëta është edhe 2 ditë e ka. Edhe 2 ditë shkon. Edhe ti shkon, a mërzitësh? Po. Është një pjesë pak e mërzitshme. Po kur e mendon që është të shku për një tarme për një gjë më të mirë, që e ta lehtëson. Unë di që ata persona që shihen ma rrallë edhe dashuri ma shumë kanë. Po, Është vërtet kjo. e vërtet, ose momenti kur takohesh është ajo dashnia më e madhe. Po, këto e marrë edhe atje ku jetoj. E marrë edhe atje. Nuk e Vizita. lodhe shumë më mërzit. Hela, më pëlqen. Shumë shpejt ndoshta do të martoni edhe keni me tu atje. Po, kismet. Që një nga një josh kaldi? Finland. A, në Finland. Finland atje. Atje jam qenë 1 vjetë, kështu të në shkoj rregullisht. Bashkë edhe me punë deri sa të adaptona ma mirë. Shko ku letrave, seneve, kështu. Në ty se temën e pyeta, si po mundesh me përballu atë vetëmin, themi, pa njëri tjetër. Po s'jam vetë, se atje i kam familjen me një fjalë, atje ne. Kjo ka familjen këtu, po prapë, që jena ndama s'është një farë, mërzia është ajo. Po unë nuk mërzit në edhe shumë, se e di që kam ardhur atje. Po kjo mërzitet është ndryshë. E di, ka vratë në Fenat më ndishme. A ke qajt në herë, për to? Po. Cilat momente dhe rrallën? Ka ndodhur shumë herë, për shembull, çto largësi, çto gjanat. E kam bërë vetën. A do është tip romantik hiç? Jo dhe qaq. Zakonisht femrat ma shumë romantike. Femnat janë më shumë. Kështu dhuratë, aksi qona, ka dëshirë. Me bo. Po, bëjmë. I bëjmë njëri tjetër për çdo rast, për çdo moment. Cila ka një përfaqësi ose dhuratë që e keni marrë për njëri tjetrin që ka qenë shumë interesante. Ka shumë. Një që ka vlerë për shembull. Për mu, surprizë, kur ka ardhur për herë të parë atje. Se kum besue, që vjen kur ka ardhur për herë të parë, ma ka bërë surprizë. Ç'ka një dhuratë kështu, se kështu dhuratë çka janë, çka blehen, unë si këqyri fort. E kur atë përfaqësinë që ke po sa mira pas ke bërë, pa e ditë hiç. Po, kena bashkëpunu me familjen e këtina. 1 muaj e gjysë e kena marrë sekret, pastaj kum shku në Finland. Ky ka menduar që ka me marrë tjetër ka në aeroport, në fakt jo më kanë unë. Pa, e moment, shumë, a? Ti po se prit. Jo, unë Që s'e shëra kum e prit. vojtë Unë e kum prit tjetër kon që vjen aeroport. I shtangur, qatim, po men. E kum prit tjetër kon, kum shumë e marrë tjetër kon në aeroport, kur e kum pa këta. Zy, ajo kon disha ma ndryshe, vetin. Ma surprizë tamam kështu që e kum përjetuar. Po pëlqen, kjo është bevasi shumë e mirë. Po. Edhe duhet për mbyll bisedën, për gjithë çiftet nga një mesazh prej juve dyve. Një mesazh me pas besim sa më shumë njëri tjetrin, m'ia dhon sigurinë njëri tjetrit, edhe mos me lëndu kur njëri tjetrin. Që kjo është qelësi çdo sanit. Mesazhi për ti? Njëjtë me pas besim, mos me pas tradhti, me qu mirë me njëri tjetrin, mos mu shty me fjalë, mu konë bashkë, që kjo është. Me pas të dytë një kuptim. Jo ti ndryshe, kjo ndryshe, se sun kuptohesh me bashkëpunu. Uroj më të mirat deri në çastet e fundit të jetës juaj. Faleminderit shumë. Faleminderit. Grazi shumë, dashuri çdo moment. Pa fund. Uroj Faleminderit më të shumë. mirat. Faleminderit shumë. Kalofshi. Respekte.